Horoskopi ditor, 18 shtator 2025, dashi, bisedat me miqt ose ndarja e ideve me një ekip mund të jenë të këndshme sot, i dashur dashi. Merkuri hyn në sektorin e partneriteteve për një qëndrim 3 javor dhe sot formon një opozit me Neptunin në shenjën tuaj. Kjo mund të sjellë ndonjë moskuptim ose shkputje mendore me dik pranë jush. Pyetjet nga të tjerët mund të nxjerrin në pa anën tuaj të shpërnguljes ose dëshirën për të shpëtuar nga realiteti përkohësisht. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të merrni pak kohë për të arritur një përfundim. Mendoni nëse mund të bëni pak hapësirë dhe t'u jepni të tjerëve diçka për të vazhduar. Megjithatë, keni kujdes që përgjigjet tuaja të mos krijojnë keqkuptime të pavetëdijshme, pasi ato mund të rregullojnë situatën për momentin, por të sjellin probleme afatgjata. Sot është shumë e lehtë të shpërqendroheni, por gjithashtu është një periudhë e fortë për ide të reja dhe mendim krijues, veçanërisht gjatë ditës. Nëse keni pak hapësirë dhe liri, mund të krijoni diçka shumë inovative. Ngjyrat me fat, e kuqe dhe ari, koha me fat, mesdita dhe ora 19:00. Demi, opozita e sot me Merkuri, Neptun sugjeron që të shikoni gjërat përmes një lente të dëshirave ose iluzioneve, i dashur Dem. Shkurtoret që mund të merrni tani mund të pendohen më vonë dhe madje të kushtojnë. Bisedat mund të jenë të paqarta ose të mbushura me ndjenja fajsimi në disa momente. Arsyetimi i saktë dhe faktik mund të dëmtohet dhe mendja juaj ka tendencë të shpërqendrohet. Megjithatë, kjo nuk është vetëm negative, mund të jetë një kohë shumë krijuese. Nëse gjeni një vend të përshtatshëm për mendimet tuaja ose një mënyrë të shëndetshme për të shpëtuar nga rutina, mund të krijoni zgjidhje kreative për problemet. Mendja juaj mund të marrë disa shteguar të reja, që janë interesante, por jo gjithmonë të mira për përqendrimin. Tani është më mirë të shmangni te kalimin e së vërtetës ose fshehjet, edhe pse mund të jenë të joshme në këtë ndikim. Kërkoni një balancë më të mirë mes punës dhe pushimit, e cila do të vijë më lehtë më vonë gjatë ditës. Pikpamjet ose perspektivat e freskëta mund t'ju frymëzojnë dhe të hapin rrugë të reja mendimi. Ngjyrat me fat, verdhë dhe blu e çelët, koha me fat, ora 11:00 dhe ora 15:00. Binjakët, opozita e sotme midis Merkurit dhe Neptunit mund të tregojë një nevojë për të tërhequr vëmendjen nga overthinkingu, i dashur binjak, por gjithashtu mund të krijojë konfuzion, ndaj mos u mbështet vetëm tek ajo që shikoni tani. Bëni më të mirën për të shmangur keqkuptimet dhe kontrolloni 2 herë faktet. Është gjithashtu një ide e mirë të gjeni mënyra të pafajshme për të përdorur imagjinatën tuaj dhe për të shtuar pak magji ose dramatizëm në jetën tuaj. Kujdes që të mos tërhiqeni tepër nga një ide ose vizion që ju largon nga detyrat që duhet të kryhen, por gjithsesi gjeni mënyra për të kënaqur dëshirën tuaj për opsione dhe mundësi të reja kur është e përshtatshme. Në fakt, sot është një ditë e mirë për të ecur me qetësi dhe për të aktivizuar imagjinatën. Sidomos më vonë gjatë ditës, mund të keni një ide të shkëlqyer dhe një projekt ose plan mund të ecë papritur dhe me fat. Ngjyrat me fat, ari dhe portokalli, koha me fat, ora 14:00 dhe ora 20:00. Gaforja, sot mund të ndiheni veçanërisht të tërhequr nga një ide praktike, një projekt ose një mister për t'u zgjidhur, e dashur gafore. Është një ditë e mirë për të kërkuar frymëzim dhe ide të reja. Megjithatë, diçka që thoni ose bëni mund të kuptohet ose interpretohet gabim, për shkak të opozitës së Merkurit me Neptunin iluziv. Pasiguria lidhur me karrierën ose qëllimet tuaja mund të ndikojë në shijimin e momentit. Synoni të kërkoni mendime nga njerëz të besuar për çështjet tuaja praktike, por përgjigjet për çështjet e zemrës gjeni brenda vetes. Mund të keni shumë zgjedhje tani dhe ndoshta nuk jeni ende të gatshëm për të marrë një vendim të qëndrueshëm. Në këtë rast, prisni dhe reflektoni. Shpesh t'i jepni kohë gjërave është më e dobishme. Më vonë gjatë ditës, lajmet ose bisedat mund të jenë çliruese dhe t'ju hapin sytë ndaj mundësive të reja. Ngjyrat me fat, e zezë dhe e verdha, koha me fat, ora 12:00 dhe ora 19:30. Luani, 23 korrik, 22 gusht, sot imagjinata juaj mund të punojë me kapacitet të lartë, i dashur Luan.
Merkuri hyn sot në sektorin tuaj të komunikimit dhe formon opozit me Neptunin, gjë që e bën të vështirë përqendrimin kur ju nevojitet më shumë. Natyrisht, kjo mund të prish pak rutinat tuaja dhe të bëjë të vështirë arritjen e përfundimeve të qarta. Lejoni imagjinatën tuaj të rrjedhë, por bëjeni këtë në kohën dhe vendin e duhur, pa u zhytur kaq shumë sa të prisni shkënjime. Nga njëra anë, keni dëshirën për të marrë informacion dhe për të kuptuar gjërat, por nga ana tjetër, tendenca për të analizuar gjithçka në detaje është e fuqishme. Sot nuk është koha për punë shumë kritike apo për fillimin e projekteve të reja nga zero. Kujdesuni për keqkuptime në biseda, megjithatë gjatë ditës, një trekëndësh midis Merkurit dhe Uranit ju inkurajon të mendoni pozitivisht dhe në mënyrë inovative. Temat që keni në mendje ose që lindin gjatë bisedave janë emocionuese. Të përfshiheni në një projekt ose të rrethoheni nga miq mund të jetë çliruese. Edhe pse mund të jetë sfidë të fikni pak trurin dhe të relaksoheni, do t'ju bëjë mirë nëse e bëni këtë. Ngjyrat me fat, vjollcë dhe portokalli, koha me fat, ora 11:30 dhe ora 20:00. Virgjëresha, edhe pse mund të kënaqeni me një mister sot, e dashur virgjëresh, disa gjëra mund të jenë mjaft të ngatëruara për shkak të opozitës së Merkurit me Neptunin. Për rezultatet më të mira, keni kujdes të veçantë me huat dhe shpenzimet sot. Idetë e reja mund të jenë shumë krijuese, por mund të kenë nevojë për më shumë vëmendje ndaj detajeve para se të realizohen. Kjo është një kohë e mirë për të kontrolluar dhe verifikuar punën tuaj, sidomos kur keni të bëni me fakte dhe shifra. Gjithashtu, është e rëndësishme të shmangni angazhimet e tepërta. Kjo vlen për shpenzimet, marrëdhëniet, miqësitë, punën dhe detyrimet. Lejoni imagjinatën tuaj të shprehet kur është e përshtatshme, pasi sot mund të shihni më shumë mundësi se zakonisht. Merkuri largohet nga shenja juaj dhe hyn në sektorin e burimeve. Me kalimin e ditës, mund të mendoni ide dhe metoda të ndryshme ose të pazakonta që mund t'ju çlirojnë kohën ose t'ju motivojnë. Ju ndiheni më të sigurt dhe me shpresë për të ardhmen, veçanërisht në aspektet praktike. Ngjyrat me fat, blu e çelët, koha me fat, ora 10:30 dhe ora 16:30. Peshorja, sot Merkuri hyn në shenjën tuaj, e dashur peshore, dhe kjo është një ndikim përgjithsisht i shkëlqyer për detyrat mendore. Megjithatë, sot ai formon opozit me Neptunin dhe mund të ketë pak dramatizëm në marrëdhëniet tuaja të afërta. Mund të ndiheni të frustruar nga të tjerët që duken të pavëmendshëm, indiferent, të pasakt ose shumë të paqartë. Situatat janë të paqarta kur kërkoni përgjigje të qarta. Sot mund të mendoni nëse po ju gënjejnë apo jo. Nëse është e mundur dhe e përshtatshme, përpiquni të lini gjërat të rrjedhin dhe mbështetuni te vetja për momentin. Kujdes që të mos thoni diçka që lë shumë hapësirë për interpretime, pasi të tjerët mund të mos kuptojnë. Shpjegimi, insistimi ose pyetja nuk do të përmirësojnë situatën tani. Mund të jetë më mirë të prisni pak më gjatë, më vonë gjatë ditës. Një tranzit Merkuri, Uran ju inkurajon për një ndjenjë më të madhe lirie. Do të komunikoni me më shumë entuziazëm dhe guxim. Ngjyrat me fat, e kaltër dhe vjollcë, koha me fat, ora 15:00 dhe ora 21:00. Akrepi, Merkuri hyn në shtëpinë tuaj të 12, e dashur Akrep, por sot formon opozit me Neptunin, gjë që mund të mjegullojë çështjet përkohësisht. Mund të jetë sfiduese të dalloni midis asaj që dëshironi të besoni dhe asaj që është reale. Ky tranzit ju kujton se nuk mund të keni gjithmonë përgjigje të qarta, dhe nuk keni nevojë gjithmonë për to. Një rutinë e trazuar ose mungesa e drejtimit mund të jetë shpërqendruese sot, por shtegu që merr mendja juaj si pasojë e këtij ndikimi mund të sjellë njohuri të reja. Megjithatë, është e rëndësishme të keni kujdes nga keqkuptimet dhe mund të jetë e mençur të veproni me maturi. Ngjyrat me fat, kafe e errët dhe gri. Koha me fat, ora 8:00 dhe ora 17:30. Nga ana pozitive, dikush ose diçka mund t'ju frymëzojë për një ide të re dhe emocionuese. Dhe me kalimin e ditës, tranzitet e tjera do t'ju drejtojnë drejt lajmeve dhe ideve pozitive.
Jeni veçanërisht të hapur ndaj koncepteve, metodave dhe pikpamjeve të reja, dhe kjo qasje mund të çojë në zbulime të këndshme dhe të vlefshme. Shigjetari, opozita e sotme midis Merkurit dhe Neptunit mund të sfidojë mënyrën tuaj të menduarit, i dashur shigjetar. Nga njëra anë, kjo mund t'ju hap mendjen dhe t'ju lejoj të shihni opsione dhe mundësi të reja. Megjithatë, mund të jetë edhe pak e trazuar dhe keqkuptimet janë të mundshme, veçanërisht me miqt dhe të dashurit. Mund të ketë vështirësi me njerëzit që të i kalojnë kufijtë e tyre, premtojnë më shumë se ç'mund të përmbushin, ose me takime të humbura dhe momente të papërshtatshme. Merrni kohë për pushim dhe reflektim për rezultatet më të mira. Kini parasysh që tani jeni më të ndjeshëm ndaj iluzioneve ose konfuzionit. Kjo nuk është koha për vendime të rëndësishme, jepini kohë gjërave para se të arrini përfundime të qarta. Më vonë gjatë ditës, shpreha e vetes bëhet më e lehtë. Do të jeni të përgatitur mirë për bashkëpunim, ndarje ideve dhe lidhje me të tjerët në mënyra çliruese dhe të frytshme. Nga ana pozitive, dikush ose diçka mund t'ju frymëzojë për një ide të re dhe emocionuese. Dhe, me kalimin e ditës, tranzitet e tjera do t'ju drejtojnë drejt lajmeve dhe ideve pozitive. Jeni veçanërisht të hapur ndaj koncepteve, metodave dhe pikpamjeve të reja, dhe kjo qasje mund të çojë në zbulime të këndshme dhe të vlefshme. Ngjyrat me fat, e kuqe, koha me fat, ora 13:00 dhe ora 18:00. Bricjapi, edhe pse dita mund të frymëzojë imagjinatën, i dashur bricjap, mund të jetë sfiduese të përballeni me gjërat qartë dhe drejt për drejt. Merkur formon opozit me Neptunin, ndaj është më mirë të shmangni marrjen e vendimeve të rëndësishme bazuar vetëm në perceptimet e tanishme. Kini parasysh se dëshira dhe iluzioni mund të ndikojnë fort në atë që shihni sot. Të tjerët mund të mos po ju japin të gjitha informacionet që ju nevojiten për momentin, ose mund të jenë të keqinformuar. Shpërqendrimet janë të shumta dhe rreziku i keqkuptimeve është i lartë. Të krijoni mundësi të reja mund të jetë shumë tërheqëse, por nuk është koha për t'u angazhuar në diçka të madhe ose të qëndrueshme. Do t'ju duhet pak kohë për të përpunuar atë që shihni sot, veçanërisht kur lidhet me shtëpinë, familjen dhe jetën personale. Kështu, nuk do të nxirrni përfundime të parakohshme. Më vonë gjatë ditës, do të jetë një kohë e mirë për të eksploruar ide dhe mundësi të reja që lidhen me qëllimet praktike ose punën. Përmirësimet në metodat tuaja ose informacion shtesë mund të rrisin produktivitetin ose t'ju kursejnë pak kohë. Madje, mund të çlirojnë mendjen tuaj, ngjyrat me fat, krem dhe jeshile e errët, koha me fat, ora 9:00 dhe ora 16:00. Ujori, tranzitet e sotme mund t'ju ndihmojnë të shkëputeni pak nga temat më të rënda dhe aktivitetet kërkuese, i dashur ujor, dhe kjo është një ndryshim i këndshëm ritmi. Megjithatë, qëndroni vigjilent, pasi ekziston tendenca për të anashkaluar faktet dhe është e dyshim që të merrni informacion të dobishëm ose përgjigje të qarta nga të tjerët. Me energjinë e opozitës Merkur-Neptun, vetëdëqimi gjithashtu është i mundshëm. Nëse mund ta mbani gjërat kreative dhe të lirshme, mund të kënaqeni duke hapur mendjen për mundësi të reja. Mund të ndiheni të etur për koncepte, ide dhe fantazi argëtuese dhe ndriçuese. Në vendet e duhura, këto mund të jenë shumë shpërblyese. Më vonë gjatë ditës, energjia lojale do të jetë me ju. Mund të ndiheni mjaft të çliruar për t'u kënaqur më plotësisht dhe për të shijuar momentin. Ngjyrat me fat, argjend dhe e kaltër, koha me fat, mesdita dhe ora 21:00. Peshqit, sot imagjinata juaj për të fituar para ose për të përmirësuar çështjet praktike është në kulmin e saj, i dashur peshq. Megjithatë, me Merkurin në opozit me Neptunin, mund të mos keni të gjitha faktet ose informacionin e nevojshëm. Pasiguria për të ardhurat, burimet ose aftësitë tuaja mund të rëndojë mendjen ose t'ju shpërqendrojnë nga ajo që dëshironi të bëni. Njerëzit dhe informacioni mund të jenë të vështirë për t'u kapur tani. Nevoja e fortë për të organizuar mendimet tuaja, sidomos për financat, projektet dhe marrëdhëniet, është reale. Megjithatë, të tjerët mund të mos jenë të interesuar për të sqaruar gjërat për momentin.
Ju mund të keni nevojë të bëni një hap pas dhe të lejoni intuitën të udhëheqë para se të ecni përpara. Tranzitet më vonë gjatë ditës mund të sjellin objektivitet ose çlirim. Mund të çliroheni nga një bar ose sekret, të qartësoni situatën, ose të flisni për një problem dhe të ndiheni të lehtësuar